Edhe pse jemi në pranverë, Ksamilin vazhdojnë ta vizitojnë dhjetra turistë të huaj çdo ditë. Ujrat e kristalt, natyra e pastër dhe mikpritja vendase e kanë kthyer këtë zonë një nga destinacionet më të preferuar në jug të Shqipërisë. Një çift nga Venezuela, Melisa dhe Emin, tregojnë se e kanë zbuluar Ksamilin në rrjetet sociale dhe të impresionuar nga pamjet vendosën ta përfshinë itinerarin e tyre gjatë qëndrimit në Shqipëri. Pamjet që pam në internet ishin të mrekullueshme, por realiteti i Ksamilit është edhe më magjepsës. Nuk e prisim që natyra të ishte kaq e bukur dhe deti kaq i pastër. Ishte një vend që na ngjalli shumë kuriozitet. Pamjet ishin magnitëse, po kur erdhëm këtu kuptuam që realiteti është edhe më i bukur. Turistët e huaj që vizitojnë Ksamilin nuk janë vetëm pjesë e sezonit veror, ndikimi i promovimit në rrjetet sociale, përmirësimi i infrastrukturës dhe përvoja pozitive e vizitorëve, po e shndërrojnë këtë destinacion në një pikë atraktive gjatë gjithë vitit. Ksamilin të huaj nuk duhet ta zgjedhin vetëm në verë, pasi ky është një destinacion i mrekullueshëm për gjatë gjithë vitit. Na pëlqen shumë atmosfera këtu. Është e qetë, mikpritja është e jashtëzakonshme dhe ushqimi shumë i shijshëm. Ndërsa sezoni turistik ende nuk ka nisur zyrtarisht, interesimi në rritje të huajve për Ksamilin është një tregues i qartë se turizmi në këtë zonë ka potencial të jetë aktiv gjatë gjithë vitit.